Në Bërdica, ashtu si në të gjithë qarkun Shkodër, politika diskriminuese të qeverisë Rama për 12 vite i kanë penalizuar banorët që ende dhe sot vojnë mungesën e certifikatave të pronësisë, furnizimit normal me energji elektrike, shpronësime që popullimin e të tjerë. Ka mësues të në Bërdic me një nxënës. Janë bashku klasët, nuk bëhet mësim i rregullt, pra duhet të vëmë dorën të arsimi. Me mobilizu njerëzit, me shku atë ditë, mos rrinë diferencë kështu në kontakt me njerëz shumë kush i kam në java që me shku njësoj janë. Jo, s'janë njësoj, nuk janë njësoj. Dhe jena tash jena në pension, po kena kanë edhe në punë dhe kena pas se çfarë rritjesh pagash. Si ashtë muajt fjala ata 2 mandate që qeverisi PD-ja 2005, 2012, 13. Vetëm kopshti i kryeministit kushton 5 milion euro. Një kopsht, që ka bënë si kopshti e Denit, ndërkohë që shtrunshi si e theksuat në fshatën më të madhe të Bashkisë Shkodër, është akoma pa ujë të pishëm. Gjatë takimit me kryefamiljar të zonës, kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia kërkoi që më 11 maj të ndëshkohet me vot një qeveri simboli korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Këto 2 vite kanë faktu që edhe pse e morën ashtu siç e morën Bashkinë e Shkodrës, prap vëmendja karshi popullatës së territorit bashkisë është jo minimale, po inekzistente. Ta kthejmë vëmendjen tek domosdoshmëria e largimit një orë më parë të kësaj që veç emri ka qeveri, sepse nuk është as pak, i ngjan më shumë një bande kriminale që kanë uzurpuar zyrat e shtetit dhe vjedhin e grabisin për ditë qytetarët shqiptar. Nxen skandalin këtu çdo ditë, milionat e eurove janë basi me qenë letër, nërkohë që shqiptarët, njerëzit e thjesht, vujnë me arrit fundin e mujit. Me 11 maj, ne t'i japim me vot përgjigjen që meritojnë. Nuk është ma vetëm detyrë qytetare vota, miq. Është një mision kombëtar. Largimi i kësaj qeverie, sot e shihni, nuk kanë absolutisht asnjë alternativë, nuk kanë asnjë ofertë, përveç tallavas nga njëna anë edhe talljeve skandaloze. Me 11 maj, alternative vetme për të ardhmen e tyne, për tashmen dhe për të ardhmen e tyne, metet Partia Demokratike. Numri 1 dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore, e cila ka mbinën absolute që falë edhe punës e mbështetjes tuaj, do t'jetë fituese me 11 maj. Duke dhënë mbështetje kandidatit Bars Pahia, banorët vlerësuan programin e Partisë Demokratike si zgjidhja e dur për shqetësimet që ka sot jo vetëm Bërdica, por i gjithë qarku i Shkodrës.